Përshëndetje të nderuar shikues. Platforma Liria ka emër ka vendosur në Prishtinë orën e pritjes, përmes cilës ka nisur numërimi mbrapsht deri më 16 shtator, datë kur pritet të shpallet vendimi final për ish-krerët e UÇK-s në Hag. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të institucioneve, familjar, qytetar dhe figura politike, të cilët theksuan rëndësinë e kujtesës për luftën e UÇK-s dhe pritjen e familjeve për përfundimin e procesit gjyqësor në Hag. Butoni i numërimit mbrapsht në kuadër të aktivitetit Ora e pritjes u shtyp nga djemt e ish-krerëve të UÇK-s Jakub Krasniqi e Recep Selimi, kryetari i PDK-s Bedri Hamza e të tjerë. Hamza tha se vendosja e orës simbolizon pritjen e qytetarëve të Kosovës dhe se numërimi mbrapsht deri me 16 shtator duhet të shërbej edhe si rikujtimi historisë së vendit. Sipas tij, qytetarët nuk duhet të harrojnë ata që, siç tha, kontribuan në rrugën drejt lirisë dhe shtetësisë së Kosovës. Pritja tashmë është shkurtuar, por kujtesa jon nuk shkurtohet. Përkundrazi, sa më shumë afrohet dita, aq më zeshëm duhet të themi atë që kemi për të thënë. Dhe sot jemi këtu për ta filluar numërimin së propthi. Nga sot, çdo ditë që kalon, çdo orë që është drejt fundit, çdo minutë që numërohet, do të na kujtoj se 16 shtatori po afrohet. Numërimi që fillon sot nuk është vetëm numërim i ditëve, është numërim i kujtesës, është numërim i përgjegjësisë, është numërim i zërit tonë, sepse një popull që harron historinë e vet, rrezikon ta humbë edhe të ardhmen e vet. Ndërsa nënkryetaria e Prishtinës, Besjan Musmurati, tha se historia e lirisë së Kosovës është e lidhur ngushtë edhe me familjet dhe lagjet e Prishtinës. Prandaj kur ecim sot në Prishtinë, na ecim mes mira historive të lirisë. Por sot, fatkeqësisht, historia na ka sjellë përsëri te pritja. Në Hag ndodhen figurat drejtuese të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, që po përballen me një proces gjyqësor të padrejtë. Familjet e tyre po presin, bashkëluftëtarët presin, shokët presin, dhe të gjithë qytetarët e Kosovës presin. Më 12 shtator pritet organizohet një marsh në Prishtinë ku qytetarë nga e gjithë Kosova do të mblidhen në kuadër të kësaj nisme. Sipas Musmuratit, deri atëherë do të organizohen aktivitete të ndryshme përfshirë ligjërata në shkolla, vendosja e flamujve në sheshe, seminare me studentë dhe ekspozita. Ndërsa Ismail Tasholli nga platforma Liria ka emër, tha se simbolika e orës lidhet me shpresën për një përfundim pozitiv të pritjes. Orët e zërshme një shoqënie janë ato orët epike që numërohen nga mrapa. Dhe ne po shpresojmë që me 16 shtator, ora e mrapsht do të filloj marë, sepse kjo shoqëni ka nevojë për orët e bardha. Vendosja e orës së pritjes vjen 25 ditë para 16 shtatorit, datë kur pritet vendimi final në rastin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hag. Ekranet të ngjashme pritën të vendosen edhe në qytete të tjera të Kosovës. Ish-kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka propozuar që partitë politike t'ia vazhdojnë mandatin për president Hashim Thaqit me kthimin e tij nga Haga. Sipas deputetit të AK-s Ramush Haradinaj, vazhdimi i mandatit të ish-presidentit Hashim Thaqi do të ishte një çështje e interesit kombëtar dhe kundërpërgjigje ndaj atyre që i konsideron armiqtë të Kosovës. Ai kritikoi mënyrën se si po trajtohet çështja e zgjedhjes së presidentit. Çështja e marrëveshjes për president, edhe kjo është një alibi. Një alibi që ndodhet qëllimshëm, pra e shtyn. Edhe në këtë mandat të dytë cilin po e djeg, pra e shihni, çdo 48 orë duhet të thirret seanca. Nëse don zgjidhje Kurti, pra regjimi i Kurtit, me thënë drejtën është nderi e kësaj legjislature, po edhe të çdo legjislature që t'ja vazhdojmë mandatin presidentit Thaçi. Atij është marrë mandati ka një ndërhyrje ligjore dhe me kthimin e tij
është nderin tonë, si shqiptarë, si kom, jo për shkak ndonjë afërsie partijaka politike, po për shkak një kundërpërgjigje të armiqve të Kosovës, që kur nuk flajnë, që t'ja vazhdojmë mandatin. Ka edhe x opcione tjera, mos me mbajt peng Kosovën. Pra, po ju thënë edhe njerë, armiqë nuk flajnë, regjimi i Kurtit, po dënë me nunë gjumë Kosovën në interes të armiqve. Haradinaj i kritikoi edhe situatën e krijuar në kuvend, duke thënë se institucioni është bërë inekzistent dhe se po humbet mandati i deputetëve të zgjedhur, teksa akuzoi Kurtin se po vepron mbi kushtetutën dhe institucionet e vendit. E vërtet që është pra djegje e mandatit të atyre që në zgjedhur, është djegje e mundësisë, edhe kjo po ndodh nga regjimi i Kurtit, nga Kurti, regjimi i tij, për shkak se ai e ka instalu veten mbi kushtetutën, mbi institucionet, mbi çdo obligim kushtetues dhe ligjor. AAK-ja tash disa ditë bashkë me PDK-n ka zhvilluar disa aksione në shenjë paknatësie për zvarritjen e formimit të institucioneve të reja. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka mbështetur propozimin e ish komandantit të UÇK-s dhe ish kryeministrit Ramush Haradinaj që Hashim Thaçi të rimarrë mandatin nga Kuvendi i Kosovës dhe zgjidhet president me të kthyer në Kosovë. Organizata thot se propozimi mbart peshë kombëtare dhe institucionale dhe i shërben frymës unifikuese në vend. Roli i Hashim Thaçit në shërbim të luftës lirimtare dhe më pas përgjegjësitë institucionale në për të gjitha proceset shtetformuese dhe shtetndërtuese janë garanci dhe siguri për ecje përpara të Kosovës në krah me aleatët tanë strategjik. OVL e UÇK-s tha se kthimi i tij duhet pritur me dinjitet institucional dhe me zgjidhje të lidhshme që nuk lejon që vakumi i tanishëm institucional dhe rrethanat degraduese të mbajnë Kosovën peng dhe ta shpihen në drejtim të gabuar. Ngërçi politik në vend po shkakton probleme të mëdha në ekonomi duke rrezikuar kështu investimet e huaja, fondet ndërkombëtare si dhe rishikimin e ligjeve që presin për miratim nga kuvendi. Përveç kësaj, vazhdimi i paqëndrueshmërisë politike ka prekur drejt për drejt edhe prodhuesit vendor. Në këtë rast, bujqit, pasi që mbështetja financiare ose subvencionet nga Ministria e Bujqësisë, sipas fermerëve janë vënuar ndjeshëm. Përfaqësues të komunitetit biznesit paralajmërojnë se vazhdimi i krizës mund ta thellojë edhe më tej dëmin ekonomik dhe ta lërë Kosovën prapa vendeve të rajonit. Drejtori ekzekutiv i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Kushtrim Ahmeti, thotë se Kosova tashmë ka humbur këstin e parë për planin e rritjes, ndërsa rrezikon edhe fondet e tjera nëse nuk përmbush me kohë kushtet e përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Jemi në anën tjetër të rrezikuar vazhdimisht nga humbja e fondeve të planit të rritjes, një trashën e parë vetë se humbëm dhe prapë me thënë të drejtën jemi në rrezik për shkak se ne po vonohemi në formimin e institucioneve të cilat janë vitale për vazhdimin tutje ose plotësimin e kushteve që BE-ja ja ka dhënë Kosovës sa i përket themi hapjen së derës për të marrë këto fonde. Kosova dikun i kanë takuar për 800 milionë euro, ne veç trashën e parë nëse s'gaboj ishte mbi 70 milionë euro e humbëm. Ne kemi pasur një komunikim të kohë të fundit me BE në lidhje me këtë çështje, pa ata vazhdojnë të hezitojnë për të dhënë detaje se sa mundet me humb, thonë ne jemi duke i shikuar themi dokumente që i ka dërguar Kosova, raporte që i ka dërguar Kosova, po përmend gjithmonë atë elementin e një lloj thirrje që Kosova duhet ta zgjidh sa më shpejt krizën politike në mënyrë që të ecë përpara me miratimin edhe ose reformimin e ligjeve që ata i kanë kërkuar më vonë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, po ashtu paralajmëron se çdo vonesë në zbatimin e reformave të parapara me planin e rritjes do t'i kushtojë Kosovës financiarisht dhe në procesin e integrimit. Na është bërë ditur edhe tani sfundi nga ana e Komisionit Evropian se çdo vonesë në të bërit reforma të parapara sipas planit të rritjes, Kosova do të vazhdon të humbë për shkak se është e parapame që gradualisht duke bërë reforma dhe do të mirën edhe mjetet e parapame për planit të rritjes. Kështu që shumën e parë kemi humbën nga plani i rritjes dhe çdo vonesë tjetër do të shkon duke humbën edhe këstet e tjera dhe Kosova nuk do të arriti marrë që fatkeqësisht Kosova vetëm Bosnja është më keq se sa Kosova, ndërsa vendet e tjera kanë arritur të marrin këstet e dyta dhe të treta nga plani i rritjes. Derisa bëri thirrje urgjente për funksionalizimin e institucioneve, ai thotë se shqetësuese është edhe mungesa e bordeve në institucione dhe ndërmarrje që kanë rol të rëndësishëm për ekonominë.
Te bordet është, si thush, sa i përket gjithshmërisë me sektorin privat, padyshim që e lënë mbrapa shumë sektorin privat, se sektori privat është i varur nga kërkesat për licenca të ndryshme, për pëlqime të ndryshme, për vendime të ndryshme në për agjencion ose ndërmarrje të ndryshme ku funksionojnë këto borde. Dhe si them ajo bllokada, mungesa e bordit nuk kanë mundësi me marrë vendim dhe kjo biznesin e lënë mbrapa dhe një farë forme biznesi duhet tik prej Kosovës për shkak se këtu nuk ka mundësi me kry punë si rezultati mungesës së leve. Nga Ministria e Bujqësisë ende nuk janë përgjigjur se apo ndikon gërçi politik që bujqit nuk i kanë marrë subvencionet për bujqësi, ani se ata kanë mbjell korr e vel shumicën e kulturave bujqësore për këtë vit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka prezantuar sot projektin për banim social adekuat në Kosovë, për cilin janë siguruar gjithsej 37 milion euro me synim për mirësimin e kushteve të jetesës për familjet në nevojë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në konferencën që pati në fokus çështjen që lidhet me banimin social dhe politikat për mbështetjen e familjeve në nevojë, këtë projekt e ka cilësuar si një investim të rëndësishëm për dinjitetin e familjeve, barazinë dhe sigurinë sociale. Sot po prezantojmë projektin e banimit social adekuat në Republikën e Kosovës, një investim ky i rëndësishëm për dinjitetin e familjeve, si dhe për barazinë e sigurinë sociale. Kësaj po bëjmë një hap të rëndësishëm në një prej fushave si Qeveria e Republikës Kosovës, të cilën e kemi vendosur në qendër të punës sonë. E kjo është përmirësimi i mirëqenies së familjeve dhe krijimi i kushteve më të mira për jetë. Ndërsa Ministri i Detyrës Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Fitore Pacolli ka njoftuar se nga e hëna do të nisi nënshkrimi i marrëveshjeve me 21 komuna përfituese në kuadër të projektit për banim social. Duke filluar nga dita hënë, ne nisim në nënshkrimin e marrëveshjeve me 21 komuna përfituese, duke shënuar kështu investimin më të madh publik në fushën e banimit social në Kosovë. Ky projekt nuk është thjesht një ndërtim infrastrukturor, por një platformë e vërtetë për drejtësi sociale ku askush nuk mbetet pas. Sipas saj, projekti ka një vlerë totale prej 37 milion eurosh, prej të cilave 25 milion euro financohen drejt për drejt nga Banka Zhvillimore e Këshillit të Evropës, ndërsa 12 milion euro nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Ai ka një vlerë prej 37 milion eurove, ku 25 milion euro financohen direkt prej Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës, ndërsa 12 milion euro nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Kurti mori pjesë në këtë konferencë për media, anise nuk ishte paralajmëruar nga zyra e kryeministrit. Ministri në detyrë për punë dhe familje, Andin Hoti, ka folur për rëndësinë e banimit social si pjesë e politikave sociale në Kosovë. Hoti tha se banimi social nuk duhet shihet vetëm si çështje strehimit, por si një instrument i politikës së përgjithshme sociale, përmes cilës synohet mbështetja e kategorive më të cenueshme të shoqërisë. Në këtë kuptim, banimi social duhet konsiderohet si një instrument politik i politikës së përgjithshme sociale. Ligji përfshin një numër shumë të madh kategorish që tradicionalisht konsiderohen grupe në nevojë sociale, dhe në mesin e tyre janë edhe familjet dhe individet me gjendje të pafavorshme ekonomike, pra gjendje të varfër ekonomike, përfitues të asistencës sociale, familjet e mëdha, familjet me një prind, papunët, personat e pastreh, viktimat e dhunës familje, viktimat e trafikimit, të rinjt, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, personat e zhvendosur dhe të atësuara, komunitetet e ndryshme, si dhe fëmijët pa kujtese prindërore pas daljes nga institucioni i strehimit. Edhe sot, deputetët e PDK-s dhe ata të Aleancës shkuan në sallën ku mbahen seancat plenare të kuvendit, duke i bërë thirrje kryesuesit të seancës konstituive për vazhdim të kësaj seance. Deputeti i PDK-s Altin Krasniqi tha se Kosova që nga 8 gushti nuk ndodhet në një situatë normale, duke bërë thirrje për vazhdimin e seancës dhe funksionalizimin e institucioneve. Jemi përballë një krize që nuk mund të trajtohet si një mosmarrëveshje e zakonshme politike. Në këtë moment, përgjegjësia secilit prej nesh është e qartë: ta mbrojmë Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe funksionimin e institucioneve tona. Mandati i deputetit nuk është privilegj, është përgjegjësi
Dhe kjo përgjegjësi fillon pikërisht me respektimin e rregullave që e mbajnë shtetin funksional. Prandaj i bëj thirrje të drejtë për drejtë kryesuesit të seancës konstituive që ta thë rast dhe të vazhdoj seancën për konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Nuk ka hapësirë për zvarritje. Kuvendi duhet të konstituohet. Kjo nuk është një kërkesë e një partie politike, është nevojë e Republikës Kosovës. Së pari duhet ta rikthejmë rendin kushtetues, të konstituojmë Kuvendin, të funksionalizojmë institucionin. Ndërsa deputeti i AAK-s Besnik Tahiri kritikoi mungesën e deputetëve në Kuvend, duke thënë se bashkë me kryesuesin e seancës po shkelin kushtetutën dhe vullnetin e qytetarëve. Një mesazh i cili duhet të shkojë mu në veshin e atyre sot që prap nuk janë në vendin e punës tyre, është se dobësimi dhe rrezikimi i shtetit nuk vjen vetëm nga qeverisja. Por ai vjen duke shkelur mbi vendimin e sovranit respektivisht demokracisë, vjen nga kryenesia dhe mbi gjitha, vjen nga vazhdimi i shkeljeve zinxhirore të kushtetutës si akti më i lartë i një shteti dhe një i rregullimit të një shoqërie. Kushtetuta për fat keq, nga ky konstelacion politik është duke u parë si një meny e restoranit. Seanca konstituive po vazhdon të jetë në qendër të përplasjeve mes partive parlamentare, ndërsa dështimi për formimin e institucioneve po e zgjat krizën politike në vend. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka kërkuar kohë për arritjen e një marrëveshje politike në përpjekje për t'i hapur rrugë konstituimit të Kuvendit dhe formimit të institucioneve të reja. Megjithatë, PDK-ja dhe Aleanca kanë vazhduar aksionet politike duke kërkuar mbajtjen e seancës konstituive. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha thot se nuk i merr seriozisht diskutimet mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës për gjetjen dhe zgjedhjen e një presidenti konsensual. Hoxha i akuzon Kurtin se përmes takimeve për çështjen e presidentit po tenton të blejë kohë për ta dërguar vendin në zgjedhje të reja. Duke folur për çështjen e presidentit, deputeti i PDK-s Enver Hoxha i thot se aktualisht nuk ekziston një klim politike në vend për diskutime serioze rreth zgjedhjes së një presidenti konsensual. Besoj kur unë shoh se si flasin në media, veçanërisht Albin Kurti, për zgjedhjen e presidentit, është fymi çdo qytetari. Kemi folur për profilin. Kështu tha, është kështu. Kemi folë për profilin e president, cili mund të jetë profili i tij. Për profilin dhe për kriteret na kemi dëgjuar tregime që 3 herë dhe kemi shkuar në zgjedhje. Prandaj nuk e marr seriozisht një diskurs të tillë, se është vetëm një mashtrim politik për të blerë kohë, për të ofruar paqartësi, për të ofruar pasiguri, për të kërcënuar opozitën, dhe për ta çuar vendin përsëri në zgjedhje. Ish ushtruesi detyres së kryetarit të PDK-s ritekson se kjo parti do të qëndrojë në opozitë dhe nuk do të përfshihet në zgjedhjen e presidentit, duke konsideruar pa përmbajtje edhe ftesat për takim nga Kurti. Sipas tij, lideri i LVV-s, duke zvarritur procesin e formimit të institucioneve, po tenton të kërcënojë dhe shantazhojë partitë e ish opozitës me zgjedhje në fund të vitit. Konsensual me kanë, me ata i cili e përmbys rendin kushtetues sa ka dëshira? S'mund të gjejnë një tillë. Po, cili është kuptimi i një presidenti konsensual, nëse në këto 2 vitet e fundit shkojmë 3 herë në zgjedhje. Shkojmë zgjedhje në shkurt, shkojmë zgjedhje në dhjetor, shkojmë zgjedhje në qershor. Na kërcënon me zgjedhjet që mund të bëhen edhe një herë në fund të këtij vitit. Dhe PDK-ja nuk e pranon një gjuhë të tillë të kërcënimit dhe të shantazhit dhe të dorëzimit. Ne duhet jemi ata që të mbrojmë demokracinë në këtë vend dhe nuk ka këto klim politike që të bisedon ti për një president konsensual.
Duke bërë thirrje që të thirret seanca për konstituimin e kuvendit, Hoxha i kundërshton arsyetimin e LVV-s se para formimit të institucioneve duhet të arrihet një marrëveshje politike për presidentin. Marrëveshja politike është dashur të përmbyllet para se të certifikohet rezultati zgjedhor dhe ka mund të përmbyll pas certifikimit të rezultatit zgjedhor. Ne kem shkel të gjitha rregullat në fuqi deri më tash. Prandaj, çdo gjë që është deklaruar atë marrëveshjeve politike, ma nuk ka kuptim. Kjo është vetëm një pretekst për ta shu demokracinë në Kosovë, për ta aborgu demokracinë në Kosovë, dhe unë mendoj që qytetari i Kosovës duhet ta kupton që Republika e Kosovës në gushtin e vitit 2026 nuk është më vend demokratik, nuk jetojmë në rendin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, po jetojmë në rendin e Albin Kurtit. Konstituimi i kuvendit mbeti në gjysmë pasi LVV-ja nuk propozoi emrin për kandidatin për kryeparlamentar, duke shkelur kësaj afatin kushtetues për konstituim 7 gushtin. Ushtruesja e detyrës presidentes Kosovës Albolena Haxhiu dhe presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës Ismet Krasniqi kanë shprehur mbështetjen e tyre për ekipin kosovar që po merr pjesë në lojrat mesdhetare Taranto 2026. Haxhiu ka vlerësuar pjesëmarrjen e Kosovës me një numër rekord sportistish dhe disiplinash, duke uruar atyre suksese dhe medalje në këtë ngjarje të madhe sportive. Në të njëjtën linjë u shpreh dhe presidenti i Komitetit Olimpik Ismet Krasniqi, i cili pjesëmarrjen në rekord të Kosovës e cilësoi si historike dhe theksoi rëndësinë e sportit në promovimin e vendit. Ndjekim deklaratat. Më vjen mirë që ekipi jonë është diku 136, 63 sportist, 63 sportist, pra ndër ekipet më të ndaja, në 21 sporte, dhe nëse i krahasojmë me lojrat e mëhershme, është ekipi më i madh me sporte më të shumta. Kom bot zemra mal që pjusha që ka atë shumë numër të madh. Kjo është një ditë historike edhe një vit historik për neve, se Kosova po përfaqësohet me një numër rekord sportistash, ndoshta e keni vërejtë edhe vetë, edhe me presidentin tash na tha edhe kapiteni i kësaj anije që Kosova është me numër jashtëzakonisht të madh, kjo na bën shtet fort, shtet sigurt, shtet që e dojnë sportin, edhe kjo është krenaria e Kosovës. Na përmes sportit përqojmë Kosovën në nivel tjetër. Kjo është fal jush, fal punës juj, trenerat ju, federatat juja, e ne kemi edhe ma shumë motiv që t'ju përkrahemi dhe t'ju qojmë nivele më të larta që mujemi. Shikues, këtu e përfundojmë këtë edicion lajmesh. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.